Ndërkohë në opinionin publik dhe në media ka një argument që se ndërtohet në atë mënyrë që dakord Ilir Meta dhe Berisha që po përballen me drejtsinë dhe SPAK-u nisi proceset ndaj tyre. Po si është e mundur që Edi Rama mbrojti në kuvend me forcën e kartonëve vetë Belinda Ballukun, të cilën SPAK-u kërkonte të ishte imunitetin, pra kërkonte që kuvendi të ishte imunitetin në pas SPAK-u të vepronte për të ekzekutuar masën e arrestit ndaj saj. Në këtë rast drejtësia vepron me regji nga Edi Rama sa i përket rastit të kundërshtarëve politik dhe momentin që drejtësia i vjen tek dera, ai menjëherë shtrëngon radhët siç ishte në rastin e Ballukut. Tani e para Berisha nuk po bën një përballje me drejtsinë. Pra Berisha e çmendi dhe një rrugë të tërë atje ke Mustafa Matohiti me megafon. Po, kur ishte në arrest shtëpie, po. U çua nga gjumi, u rikthye në PD, bëri foltorën e gjitha vetëm për të mbrojtur veten e tij, për ta përdorur këtë forcë politike në funksion të interesave të tij. Dhe sot PD po vuan pasojë. E dyta, tani ju po thoni që drejtësia bëhet me regji. Atëherë nëse bëhet me regji si kundër kundërshtarëve politik të Ramës, ashtu edhe njerëzve që janë në partinë e Ramës. Tani, ju mendoni që Rama e çoi drejtsinë tek Balluku dhe pastaj Rama krijoi këtë përplasje me drejtsinë, një përplasje që i ka dhënë shumë kosto? E mendoni kështu? A ka logjikë domethënë? Jo, ka një forcë ndërkombëtare që detyron SPAK-un që të vijojë të godas nivelet e larta dhe nga ana tjetër po kjo forcë ekziston pavarësisht Ramës, ose Rama ka drejtsinë në dorë. A mund të flasim për një segment, po tani a mund të dërgonte Rama ti thoshe drejtësisë arrestoni Veliajn në shkurt vitin kaluar vetëm 3 muaj para zgjedhjeve? Edhe vetëm me ato parakalimet që u bën me punëtorët e bashkisë dhe me atë retorikë që mendon si Rama, ka hyrë me minusa të mëdha në zgjedhje në maj të vitit kaluar. Tjetër punë që kishte përballë një kalë të ngordur. Shumë kush mendon që ishte dora e Edi Ramës. Po këto gallata që i bëjnë, domethënë ne shqiptarët jemi kështu bujar nga gallata. Si ishte dora e Edi Ramës, duke lozur bas me veten? Si mendoni ju që po t'ishte edhe Meta bëri një kërcënim, ja çoi Ramës, që kërcënimi që pak a shumë, por nuk përdore pushtetin për ta frenuar të drejtësi të Këshimeje, edhe unë do të marr me vete, do të nxjerrsa gjëra të tjera. Këto ishin pak a shumë mesazhet që u dhanë nga avokatët e tij. Por si mendon ti që është kaq e thjeshtë që të shesësh disa figura të mëdha, për shembull Rama pas ka çuar Ilir Beqen, Lefter Kokën, Erion Velin e tjerë? Apo e kanë marrë? Ai është justifikuar se këta hanin dardha dhe kumblla pas shpinës tij. Mo lëre dardha dhe kumblat, është retorik politike. A ka ndonjë fakt kur thuhen gjërat se unë prandaj jam shumë i kursyer. Mbase fjala ime kur del në publik nuk përbën atë bumin. Për mua unë i kam thënë njerëzve, mos e gjykoj librin nga kapaku edhe një intervistë nga titulli që vë gazetari. Këtë rasti e tij, por nuk po ankohem për këtë. Shumë intervista që kam dhënë, nuk kam pasur lidhje me titullin që kanë vënë gazetarët. Bomba e këtij, bomba atij, thonë se unë eci me bomba në xhep ose provoj bomba. Tash. Habit avokati filan. Titull njëran, domethënë. Ta hedh gjithë intervistën poshtë. Intervista ka qenë e gjitha një analizë politike, mund të kem ofruar një amendzim, ata e kanë ofruar sikur unë po bëhet një lajm i ri, edhe kjo tani do na shërbej lexuesit për le ta edukojmë lexuesit. Unë nuk i lejoj vetes bëj analiza ose kur them është kjo pa fakte të mbështetura në prova. Se këtë kam edukim, unë nuk është se kam pjesën e profesionit tim, e kam thjesht part-time.
Jo, patjetër, duke u mbetur fakteve dhe ngjarjeve kronologjike të politikës dhe zhvillimeve brenda qeverisë. Shiko, unë kam qenë edhe drejtues, domethënë. Edhe kur më ankohej dikush, bile janë të njohur ato që kanë bërë. Është ankuar dikush për një shef sektori atje. Një paralel me të, ose 2 drejtorë për njëri tjetër. I kam mbledh. Edhe kam ballafaqur atje në vend. Ose kam dëgjuar dhe një pa një tjetër, duke qenë që nuk korrespondonin kur, thonë, i kam ballafaqur edhe në sy të kolektivit. Duke treguar që do t'i zgjidhni problemet se unë nuk u lë kështu. Ti bësh kallauz apo spion, e ti tjetrin po të gjykoj me këto që më tha. Jo, atje e kam ballafaqur. Nuk e kam trajtuar njerëzit në mënyrë diskriminuar. Ata me të cilët unë kam punuar. Edhe janë skuqur aty për momentin, janë zverdhur, e kanë parë që nuk ka lojë të më bësh ti mua të vegël të më me diversionet e tua të më përdorësh ti, edhe pse jenë bashkësinë time, e të bëhem unë instrument në dorën tënde. Jo, nuk e bëjte. Edhe këtu kur dal, unë nuk them gjëra që nuk i besoj. A nëse më thua për një analizë politike, hajde bëjmë një analizë politike me këndvështrimin im, si e mendoj unë. Po këtu, se ne themi analizë dhe shumë personave që fatkeqësisht tani, kjo hapja, kjo është bërë ka të mirë, por ka të keq që edhe veta. Po, patjetër. Këtu tregojnë pralla shumë persona. Unë po e them, ku jam i bindur? Ku flasim? Unë nuk jam i bindur. Nuk besoj se ti je i bindur që Rama kontrollon SPAK-un. A mund të kem unë ca informacione më tepër? Besoj se i kam. Dhe nuk ka dash akuza po themi që nuk ka prova konkrete, është vërtet. Akuza është që kontrollon segmente të caktuara. Jo, nuk ka segmente të caktuara. Rama ka një dallim nga dikur nuk i kushtonte gjë kur qoftë Arben Ahmetaj, qoftë një tjetër se kishte fuqi ta përballonte në edhe me Sajmir Tahir, edhe pse i ndodhi, nuk e përjetoi mirë. Ja morën Sajmir Tahir, nuk e shiti. Po pra, po ka dhënë shenja të atilla që në rastin e Arben Ahmetajt tha që po t'jem dhe unë prokuror dhe gjykatës dhe ta psonte shumë herë më keq, ndërsa në rastin e Ballukut u bë avokat. Dakord. Domethënë, ne i shkojmë narrativës politike që ka ndjekur vetë kryeministri Edi Rama. Ka një moment caktuar që SPAK-u nuk i ka shkuar kësaj narrative. Janë mbjellur dosit atje. Rastin e Arben Ahmetaj ke sigur po të mund tani. Arben Ahmetaj u përplas me të, bëri disa lojra politike që nuk i hecën, i bëri llogarit gabim. Siç thuhet, u bë kallauz, duke qenë kryeministër, kallauz në krahun tjetër politik i partisë tij, se këtu thuhet domethënë. U sulmua një drejtor tatimesh, edhe u interesuaj në televizion caktuar. Ore, kush më sulmon, thënë, nga vijnë këto informacione kundër meje. Duke marrë vesh këtë sulm, mori vesh që dhe dosja e incineratorëve dilte aty prej këtij apo njerëzve të këtij. Pak para zgjedhjeve vitit 2021. Dhe ajo dosje është akoma në ndikim politik. Pra ajo duhet gjykuar me kokë të ftohtë, nuk është kaq e thjeshtë. Pra, ai ka menduar zotëria apo një tjetër, se ka pas dhe tjera i që e morën kthesë në moment fundi, ka menduar që 8 vjet do ta mbante pushtetin PS-ja, do kalonte pushtetin krah tjetër. Dhe mund kalonte. Po me sa kuptoj unë nuansun, qenia e Berishës atje, i ka bërë edhe faktorin ndërkombëtar të jenë mosbesues. Mbas ndërimit pushtetit, kemi parë nga 2021 më brapa, kemi parë që muaj të tërë nuk ka pasur komunikim midis kryeministit Rama dhe zëvendësit e tij Ahmetaj. Dhe jo rastisht, pa bërë 24 orë nga ceremonia e Begajt, gjë e parë që bën shkarkon Ahmetaj. Pra, ka një këtu ishte deri këtu backgroundi politik. A e shfrytëzoi SPAK-u duke parë që ky ngeli pa mbrojtje dhe SPAK-u vinte emër, mund ta kesh shfrytëzuar.
Por në rastet e tjera, më thuaj, e vërteta mbi qeverisjen sot ka ardhur nga puna e SPAK-ut apo nga dinjiteti i madh i opozitës. Edhe pse ka bërë disa kallëzime. U mësuan dhe ata panë që një qytetar i thjeshtë si Romeo bëri kallëzime këtu e 2019 para. Pra kjo ishte rruga, kontestim me fakte e prova. E vërteta, kjo gjendje, pra deri diku e ka zhveshur qeverinë nga demagogjia e pafund që ka Rama, e ka me politika, derisa edhe ne veritesh kur dëgjon këtë demagogjinë e tij. S'ka lidhje me gjendjen dhe me hallet tona, edhe me çfarë shohim ne, se të bën dhe për budalla demagogjia e tij. Kjo gjendje që ne njohim të qeverisje tani fare mirë, më tepër ka ardhur nga puna e SPAK-ut. Dhe nuk e pason pasur keq partnerët tanë që duhet një ripozicionim i drejtësisë për pastruar politikën. Sa i duhet me parë që na kanë marrë, tërkohën ai vjedhin zgjedhjet. Pra si mund të heqim ne nga loja? Ata duhet të heqin nga loja publike për shumë gjëra. Atëherë me drejtësi. Kështu që ne jemi momentet që a do vendosim të instalojmë ndëshkimin e merituar për veprat e rënda penale të korrupsionit, shpërdorimit detyrës e tjerë, pastrimit parave e tjerë. A do të arrijmë ne ta rikuperojmë përveç ndëshkimit, të japim mësim për ata që do vinë nesër, të rikuperojmë sadopak nga ajo pasuri e madhe që na janë mbledhur, se janë 10 miliard euro që i mungojnë buxhetit të shtetit dhe shqiptarëve. Kështu që ne po e futëm shqiptarët, jo po këtë ka Rama në dorë, këtë ka ky në dorë. Po pse nuk thonim ne dikur që pushteti, unë kam parë dhe njerëz dikur në gjykata penale këtu e 10-12 vjet para, po përmendë emrin Metës në gjykatë, driteshin gjyqtarë, po sot ka një frymë tjetër. Pra, a ka ndikim ata? Ka ndikime. Po këtu, kur jenë në lupën edhe të huajve tjerë, është çik vështirë. Edhe vetë kush merret me këtë punë e kanë marrë vesh. A kemi ne disa vizita që kanë qenë vetëm për SPAK-un? Po. Nga pushtar shumë të lartë amerikanë dhe europian. Edhe gjerman konkretisht ka qenë ministri i jashtëm gjerman dhjetorin e kaluar dhe ministri i jashtëm vjen e nuk takon kryetarin e shtetit, po takon kryetarin e strukturës. Pra mos po, dhe duhet thënë fakt sepse do të kaloja tek ajo pjesë që ministri i jashtëm gjerman është një nga figurat kyçe në politikën europiane, madje ndonjëherë shumë herë më i fuqishëm edhe sa vetë Merzi. Merzi është kancelar dhe është i përfuqishëm atje. Por tani unë mund të them që kjo Europë është bazuar me largimin e Britanisë, është bazuar tek një dualitet, domethënë që është e bashkëpunues në një kohë franko-gjerman. Aty u ngrit edhe tregu i përbashkët evropian me 6 vendet e para, përfshirë edhe Italinë. Pra, motori, lokomotiva e këtij unioni padyshim që është Gjermania. Me atë ekonomi, edhe pse nuk është me ritmet e veta të kohës artë saj, po ka 5.4 trilion GDP, më shumë se Japonia.